Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sonte me historinë e radhës. Do të flasim për një histori që jam i bindur shumë vajza, shumë nuse, do ta gjejnë veten në këtë rrëfim. Domethënë është një copës nga një familje shqiptare, një nuse e cila e ka shkruar me shumë dashuri, tregon dhimbjen më të madhe të saj. Domethënë atë të merë që ajo nuk e priste që do ta përjetonte në familjen ku ajo pretendonte që do të jetë familja më ideale për të. Ne ndonjëherë themi shpesh që nuset janë fajtore për gjithçka, por jo. Ndodh që edhe vjerat në këtë rast të kenë fajin e tyre. Dhe pikërisht historia që do të ndaj sot bëhet fjalë për këtë pjesë. Kam lindur me ëndrrën për një jetë të thjeshtë dhe të lumtur, thot. Nuk e dija që ajo ëndër do të thyej kaq shpejt edhe kaq thellë. Kur u martova, mendova se po hapja një kapitull të ri, plot dashuri dhe siguri. Por ajo që më priti nuk ishte asgjë tjetër vetëm se një fer i heshtur. Vjera ime nuk më deshi kur. Ajo kishte plane të tjera, ëndrat e saj nuk kishin hapësirë për mua. Ajo dëshironte që djali i saj të kishte një grua tjetër, dikë që t'i shërbente interesave të saj egoiste. Edhe unë, në këtë rast, u bëra pengesë në këtë shtëpi. Secila ditë ishte një betejë e pafundme. Fillimisht dhuna ishte e heshtur, fjalët e hidhura që më binin si thika në shpirt. Ti do ta marrësh atë që dua unë, i thoshte djalit të saj, dhe unë dridhesha brenda vetes. Më pas erdhën goditjet, kërcënimet edhe sharjet. Nuk kishte fund për mallëngjeshmërinë e saj për kontroll. Çdo hap që unë e bëja, çdo gjest, çdo fjalë që në fakt unë e thoja, gjithçka ishte e monitoruar dhe ishte e kritikuar. E të mërshmja ishte kur ajo filloi të më jepte barna për të mos mbetur shtatzën me djalin e saj. Çdo tablet ishte një peng i shpresës sime për një jetë normale. Për një fëmijë që në fakt unë do ta doja pa kushte. Për një familje që do të ndërtoja me shumë dashuri. Secila ditë ishte një përballje me veten, edhe në fakt me dhunën që mua më rrethonte. Ndonjëherë kur unë nuk isha aty, unë shtrihesha në jastëk edhe qaja me orë të tëra, duke ndjerë një boshllëk që duket i pamundur realisht për të mbushur. Në heshtjen e dhomës sime, më linte një pyetje që nuk kishte përgjigje. Pse unë? Pse duhej të më jepej dënimi në një martesë që në fakt duket që nuk është e imja? Pse duhet unë të përjetoj të merin çdo ditë dhe të humb çdo ëndër që unë kisha? Ajo nuk kishte asnjë lloj mëshire. Dhe unë mësova që ta duroja, të fshija lotët dhe të përballoja torturën e saj çdo ditë. Por jo vetëm dhuna fizike, ajo edhe me fjalë të rënda mua më shkatëronte. Ajo më sulmonte shpirtin, më bënte të ndjesha e padobishme, e pafuqishme,
e vetme në një botë që duket se e kishte harruar. Çdo përpjekje për të folur për ndjenjat e mia, për të kërkuar një hapësirë për të ndjerë lumturi, përfundonte me sharje dhe ofendime që më lanin shenja të thella. Më kujtohet një ditë kur ula pranë dritares, edhe e pash diellin që binte mbi qytet, një ndjenjë e çuditshme më përshkoi. Kisha qeshur ndonjëherë me të vërtet? Kisha ndjerë dashurinë për veten time? Për herë të parë e kuptova se dhuna nuk ishte vetëm jashtë, por ajo ishte edhe brenda meje. Një frikë që kishte mbrirë dhe ishte bërë pjesë e çdo mendimit dhe në fakt të çdo lëvizjes. E megjithatë, brenda këtij feri, kam mësuar diçka të rëndësishme për veten. Nuk mund të thyej shpirtin tim përveç se nëse unë e lejoj. Kam mësuar të gjej dritën dhe në errësirën më të thellë. Edhe kur çdo ëndër ishte shuar, kur çdo shpresë dukej e pamundur. U mësova të mbijetoj për çdo lot, për çdo fjalë të hidhur, për çdo plak, unë gjeta forcën për të qëndruar. Sot pas viteve të dhimbjes, unë nuk jam më e njëjta që kam qenë. Zemra ime është e thyer, por shpirtin tim askush nuk mund ta shkatroj. Kam mësuar se dhuna dhe padrejtësia nuk mund të përcaktojnë vlerën tonë. Historia ime është një thirrje për ata që përjetojnë të njëjtat fere. Mos u dorëzoni. Edhe kur gjithçka duket e humbur, ekziston një rrugë për të gjetur paqen. Dhimbja ime është reale, por ajo nuk është fundi im. Dhe ndërsa fjalët këtu përshkruajnë tmerrin dhe dhimbjen, ato gjithmonë flasin për shpresën e fshehur, për çdo njeri i cili mund të gjejë dritën e vet, edhe kur çdo gjë në fakt duket e errët. Ky rrëfim i jetës sime është një dëshmi se dhuna nuk mund të shkatërroj atë që ka vlerë brenda nesh, shpirtin, guximin dhe dëshirën e madhe për të jetuar. Në fakt, këto janë fjalët e kësaj nuseje, e cila ndihet shumë e thyer shpirtërisht nga vjera e saj, e cila po e trajton në një mënyrë jashtëzakonisht të keqe. Ndërsa edhe ka detyruar që të pi barna vetëm që të humbë fëmijën e saj.